Zvërneci ishte pika e ujë e cila u shikot. Por Edi Rama kërkon ta devijoj atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kuksit. Asnjë avion nuk ulet dhe ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagerët e munguar. Porto Romano, a e mbani mend çfarë thoshte kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë. Por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romano. Mund të vemi dhe më poshtë, mund të vemi në Palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetërsuar mjedisi kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Lyon, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Zvërnecin, apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë lënë vetëm 14 hektar bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër, jo vetëm që vjet pasurinë publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më porti NATO-s. Nuk ka asnjë shtres, e di dhe Edi Rama. Ka 3 heri ka dështuar tenderi, do t'i dështoj përsëri, por nuk e hap dot. Pse? Sepse në fakt qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligarkë shqiptar dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po bani më në Pashaliman, 80 hektarë i ka marrë një prestanome italian i cili është në jetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flitet, nuk është izraelit, pashaportën ka izraelit, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korrupsion, në kërkim ose në jetim nga NATO. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vetë. Nuk ikën vetë. Ai e di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jonë duhet të jetë shumë e madhe. Ne duhet të qëndrojmë deri në fund, derisa të ikim. Pse? Sepse kontrolli çdo lloj qeverie që të vijë duhet të kontrolloj dëmin që është shkaktuar këto 35 vjet. Dhe dëmi shkaktuar, kontrolli dëmi shkaktuar fillon vetëm me një kusht: dorëheqja e Edi Ramës.